edhe sportive, edhe kombëtare, do të thotë edhe kulturore. Sido që tjetë, mendoj do të thotë që një ndeshje e cila ndoshta është pritur që mund ta fitojna, duke parë do të thotë edhe performancën e lojtarëve tonë për skuadrat e tyre, për cilën do të thotë kanë performuar jashtëzakonisht mirë atje në skuadra, dhe mendoj do të thotë kena pas një fat të madh që në gjatë këtij ciklit apo gjatë këtij botërore nuk kena pas dëmtime serioze përveç liderit Ramoni, i cili mendoj që ka qenë do të thotë një handicap i madh për Kosovën, sepse po ishte Ramoni tash në ndeshje, nuk do të them do të thotë që do të ishte pak më ndryshe, por mendoj që eksperjenca e lojtarit si Amir Ramoni në këtë lojë vendimtare din ndoshta të komunikojë me skuadrën, sidomos në reportin defanziv, dhe mos psojnë gola çfarë i psuam dje, do të thotë ndoshta disa gola të lehta, sidoqë që tjetë jam të dashur më shumë fitoren, besoj do të thotë edhe ajo dashnia shumë e madhe për të arritur objektivit që të kualifikohemi në botror, mendoj që edhe rezultojmë me rezultat pozitiv, ku do të thotë mendoj që tash bashkarisht na ndahemi do të thotë me një kufi, mund të them artificial, jo kufi i cili neve na ndon dy popujt apo dy shqiptarë që na bashkarisht do të thotë gjithmonë bashkë, sido që tjetë gjithmonë kur ka qenë Shqipëria, ka qenë krenar gjithmonë në Evropian me kombëtarën tonë shqiptare, por tash kemi kombëtarën e Kosovës dhe padyshim që bashkarisht gjithë do të thotë shqiptar ku do të jenë do t'i përkrahun këta djem, Allah zotit që ndeshjen e play-offit cilin e kena në Prishtinë do të thotë finalen e madhe mund të ta quaj kështu, ta kalojnë atë finalen ndaj Turqisë, një skuadër shumë e fortë, shumë do të jetë e vështirë, por besoj që përkraja nuk do të mungojë. Profesor, Kosova, shqiptarët e Kosovës jo vetëm përfaqësuesen pra e tyre, por kanë furnizuar edhe Shqipërinë. Por ku qëndron forca e këtij ekipi, te grupi, te individët, edhe e gjitha kjo si do përgatitet përballë Turqisë, sepse një kundërshtar jo i lehtë me lojtarë që luajnë me Realin e Madridit, Juventusin dhe ekipe prestigjioze. Por megjithatë faktori fush, ajo që e thatë ju është në krahun e Kosovës. Po mendoj që gjithmonë mendoj që grupi e ka bërë atë Kosovën e madhe që tjetë deri në finalen e madhe për të arritur botrorin. Mendoj që njëjtën fat e kishte Shqipëria do të thotë në kualifikimin në Evropian, por ashtu se kam qenë shumë afër kombëtarës në atë kohë, për shkak kisha duke përfunduar seminarin licencën pro në Shqipëri. Dhe kam qenë afër edhe me ndim trajnerin dhe diskutojshëm do të thotë ka qenë një grup shumë unifikuar shqiptar, do të thotë kombëtarës tonë shqiptare, dhe arritën në objektivit të kualifikohen në Evropian. Mendoj që edhe Kosova ka do të thotë jam shumë të unifikuar mirë në grup i bashkuar, mbi të gjitha dhe një entuziazëm ndoshta ende më i madh, do di që nëse shumë lojtarë që luajnë kombëtare e Kosovës tash, mund të dikon 70% prej tyre kanë dalë nga Liga e Kosovës, kanë dalë nga Lloçi i Kosovës, kanë dalë nga lufta, dhe do të thotë familjet e tyre edhe disa prej tyre pse kem 2 apo 3 lojtarë vetëm që janë 3, ndoshta s'kan përjetuar luftën, po tjerë të gjithë e kanë përjetuar dhe tash motivi shumë i madh do të thotë për dhe po më shumë për kombëtarën, për shtetin tonë, mendoj do të thotë që në kom thonë edhe nëpërmjet atë kur kam qenë në analizat e ndryshme se tash do të thotë për mendimin tim kombëtarët tona janë që na përfaqësojnë në mënyrë më të mirë të mos me shtetin tonë, kombëtarë shqiptare e Shqipërisë dhe Kosovës, dhe besoj do të thotë që grupi cilin e ka Kosova do të bashkohen forcat dhe duhet të hallojnë atomin e fundit, duhet të hallojnë 200% në fushë për të kualifikuar, për arsye se dim që kemi kombëtarë si Turqia shumë mirë potencove të meritorë për skuadra shumë të mëdha, por nuk duhet të fare të them do të thotë se ne nuk kemi një kombëtare meritor të vogël, meritor të madh, të di që kemi një Armoric i cili tash është i dyti me gole në një ligj së Shqipëria, pastaj e kena do të thotë Vojvodën, ku është do botat sensacion në kampionatin italian, koma çfarë lojësh pa aplikon, pastaj mesën e lojtarëve e kemi do të thotë pam gjithë golin e realizuar shumë mirë do të thotë Fesnik Aslani, i cili do të thotë ideal ka rritë vlerë të jashtëzakonshme të madhe, pastaj është një grup unifikues, mendoj që Kosova me pak do të thotë fat në këndeshje, shpresoj që trajneri ka eksperiencën e duhur, duhet të ditë të menaxhojë këtë stat, sepse është një stat e bukur e vështirë për një trajner me menaxhu pjesën psikologjike, por arsye se nuk duhet të kena eufori, por duhet të kena vetëm dashni përfitore, jo eufori, dhe shpresoj të që lojtarët të jenë profesionista bashkë me stafin, da bëjnë punën e tyre, të kualifikohen, edhe pse jo bashkarisht ato që potencove ti, tash jena
e përkam një kohë do të thotë kena rrugtu do të thotë me një rrugë kena bërë gjatë për të ardhur në Shqipëri edhe gjithmonë ka qenë ajo entuziazmi më i madh, edhe besoj do të thotë që tash thash që na do të nuk duhet të kena kësi gjënash, po më pas në Kosovë, por them do të thotë që gjithë pjesa jugore që e quaj kështu do të thotë Shqipërisë do të jenë në Kosovë dhe bashkarisht inshallah do Zoti do të kualifikohemi edhe pse do të ta përkon kombëtarën e Kosovës. Kombëtarën shqiptare, unë le të quaj do të thotë kombëtarja dy shqiptarë, ne dy kombëtarë dhe besoj do të thotë kombëtarja mund ta quaj kështu e vogël, do të thotë u kualifikua dhe por besoj që eksperjenca shumë e madhe e kombëtarës tonë shqiptare ka ndihmuar Kosovën, për ditë do të thotë që gjithmonë marrëdhëniet kanë qenë të jashtëzakonshme në fushën sportive, në fushën performancës të skuadrës tonë, dhe besoj do të thotë kjo ka ndihmuar që Kosova gradualisht pjeket dhe do të thotë ato që potencove të në përvet jam shumë krenar sepse lojtarë do të qenë kombëtarën shqiptare si Mirlin Daku, lojtarë që punu me ta i kum rrit vet, pastaj Ilir Kasliçi është Kosova që po luan, do të thotë Ramoni që është të Kosova, do të thotë besoj që secili do të thotë është i lumtur kur i ka do të thotë lojtarë në përkombëtare duke luajtur, sido që të jetë për neve është një mendoj se një motiv shumë i madh do të thotë për me punu më shumë gjitha troje shqiptare, kombi shqiptare sepse kena talent edhe në gjitha troje shqiptare që ne do të me performu mbi në evropianën e botërore. Profesor, ju i dini më mirë këto punë se ne populli një ditë para ndeshjes jemi gjithë trajner dhe të nesër jemi analist, por tek Turqia, si mendoni që duhet edhe do qaset Kosova? Do pres, do sulmoj, pra si e mendoni këtë ndeshje? Unë mendoj që Kosova ndeshje duhet luajë shumë kujdesshëm, duhet të jetë besoj që një kombëtare e cila duhet të të mendoj të reportit defanziv se si do të qaset lojës në këtë ndeshje, por arsye se gabimet mini gabimet e vogla mund t'i quaj në pjesën sportive, nuk do t'i fali kombëtare siç është Turqia, të di që ka do të lojtarë të jashtëzakonshëm. Por mendoj që Kosova nuk duhet ta ndrojë filozofinë e lojës të cilën ka aplikuar nga pësimi ndeshjes me Zvicrën, kur kena pësu me në rezultat të thellë dhe prandaj kom qenë prej aty në trenerëve që kom kritikue Kosovën në atë ndeshje dhe kom thonë që Kosova duhet ndryshoj qasjen nga loja e ardhshme në vendosjen taktike në fushë, sepse vendosja taktike në fushë e Kosovës nuk në jep komoditetin që ne të sulmojnë shumë skuadrat dhe tregojnë se ne jemi një kombëtare shumë e madhe, por duhet të luajnë meçëm taktikisht për të kualifikuar, për arsye se gjithmonë në për kampionatet evropiane dhe botërore nga njerë nuk duhet të bësh lojën e mirë, por duhet të kualifikosh, të arrish objektivin më kualifiku. Dhe besoj do të thotë që nuk duhet të kërkoj Kosova që të bëj lojë të mirë në Fadil Vokër, të bëj spektakël në Fadil Vokër, por na duhet do të thotë mençur me disa detaje të vogla, dhe besoj që trajneri do të analizoj pikat e dobta të Turqisë ku i ka dhe të jetë shumë i fokusuar te pikat e forta, të mbulojë, të markojë lojtarët e kombëtarës turke sepse janë shumë të rrezikshëm në raportin ofanziv, por shpresoj do të thotë që kjo ndeshje besoj që ju ka jap edhe mendoj do të thotë pak i ka vedisu do të thotë se si duhet të qasen lojës dhe mos të pranojnë ato gola si pranuam dje, pa marrë parasysh rezultati i cili ishte në futboll nga njerë din si trajner shumë shpesh shumë ka ndodhur ndoshta ndeshje vendimtare kur për 2 minuta e kam shënuar 2 gola dhe kam fituar gjithë ndeshjen. Kur gjithë kanë menduar që ka përfunduar loja, do të thotë që në futboll duhet të jesh i kujdesshëm derisa arbitri të bën pipjet dhe të përfundon ndeshjen. Por besoj që Kosova duhet të luajë mençur këtë ndeshje, nuk duhet të luajë në ndoshta në vendosje taktike të ol, por duhet luajë vendosje taktike në mesin e fushës, ta bëjnë një blok në mesin e fushës dhe të pretë ato tranzicionin cilin e ka shumë të mirë, do të thotë pasi i kena do të thotë dyshje të frikshme, pasi do të thotë mendoj që dy lojtarë që po shtaten skemen të lojës taktikisht në skemen që po lun Kosova me 3-5 është Muriqi edhe Fistiku, për arsye se Muriqi është lojtar i jashtëzakonshëm në topat në ajër, ndërsa Fistiku është lojtar i cili din të luajë me topin dhe gjithmonë kur lun në këtë skemë të lojës duhet të aplikosh dy lojtarë që njëri prej tyre lufton topat në ajër dhe njëri prej tyre din ndoshta të punojë mirë apo të manevrojë mirë me topin për të zgjedhur rezultatin siç e zgjedhi dje do të pa Fistikun dhe me ky bëni gol, por mendoj që Kosova duhet ndoshta të mbrohet Kate Olt, për arsye se kombëtarët të forta nëse i mbrohesh komplet në zonën e Olt
në jargon e futbollit mund të nga njëra të rrezikohesh dhe të hapësh ndeshjen, por besoj do të thotë që Kosova është shumë e motivuar pas kalimit të play-off dhe besoj do të thotë që këtë finalet mëlle të arrijë objektivit.